Jep dorëheqjen drejtoresha e Spitalit Rajonal të qytetit të Vlorës, Lorena Arapaj. Arapaj e ka prezantuar dorëheqjen një ditë më parë nga drejtimi i këtij institucioni, ndërsa arsyet mbeten ende të paqarta. Lorena Arapaj e mori drejtimin e institucionit të Spitalit Rajonal të qytetit të Vlorës në muajin nëntor të vitit kaluar, duke drejtuar deri ditën e dieshme. Natyrisht në ditën e vijim pritet të merret vesh edhe më tepër referuar shkaqeve që kanë çuar në dorëheqjen e Lorena Arapajt nga drejtimi i Spitalit Rajonal të qytetit të Vlorës. Drejtoresha e Spitalit Rajonal të Vlorës, Lorena Arapaj, ka paraqitur dorëheqjen nga detyra. Dorëheqja e saj nga drejtimi i Spitalit të Vlorës është paraqitur gjatë ditës së martë. Ende nuk dihen arsyet që kanë çuar në këtë vendim, ndërsa pritet të ketë më shumë informacion në vijim lidhur me zhvillime në drejtimin e institucionit shëndetësor. Dorëheqja e saj vjen në një moment kur Spitali Rajonal i Vlorës mbetet një nga institucionet më të rëndësishme shëndetësore në qark, me një fluks të lartë pacientësh dhe shërbimesh. Lorena Arapaj mori drejtimin e institucionit në muajin nëntor të vitit të kaluar, duke ushtruar detyrën deri ditën e dieshme. Ende nuk ka informacion mbi emrin që pritet ta zëvendësojë në këtë detyrë. Në një periudhë kur ndodhemi në prag të sezonit turistik dhe spitali pritet të përballet me një fluks të shtuar pacientësh, si pasojë e rritjes së numrit të turistëve, por edhe temperaturave të larta.